Kishte ardhur ora e gjumit për Haroldin. Haroldi mbylli syt. Por me sa duket syt s'donin të qëndronin mbyllur. Haroldi arrinte të dëgjonte të rriturit duke folur dhe duke qeshur me zë të lartë në kat të parë. Kjo nuk është e drejtë, mendoi Haroldi. Të rriturit të qëndronin zgjuar dhe të bisedonin, kurse ai jo. Të rriturit janë të lirë të bëjnë çfarë të duan, të shkojnë ku të duan dhe të jenë ashtu si duan të jenë. Haroldi pyeti veten si do të ishte po të ishte i rritur. Pa orën duke ndëruar që ajo të ecte sa më shpejt të ishte e mundur. Por akrepat lëviznin me ritmin e zakonshëm. Të rritesh kërkon shumë kohë, mendoi Haroldi. Kështu Haroldi vendosi të jepte vetes më shumë kohë. Tani që kishte kaluar gjithë kjo kohë, Haroldi mendoi se ishte rritur. Haroldi menjëherë u ndjej shumë i lirë. I lirë për të bërë dhe për të shkuar kudo që donte. Haroldit gjithmonë i kanë pëlqyer trenat. Dhe tani që Haroldi ishte rritur, ai mund të drejtonte vetë një tren. Chugging down the train track, tug on that chain. I don't have time to explain. This is no time to look back. I am in charge of this train. Pull for the hopper, no time to stop. I am your new engineer. I have our schedule right here. Very soon, what is there will be here. There's a clickety-clack on the railroad track and a smokestack at the chute. Through a funnel of steam, through a tunnel of dreams. There's a wide world awaiting on you. All aboard, all aboard, to Haroldi vuri re diçka përpara shinave të trenit. Haroldi i spjegoi lopës që është e rrezikshme të qëndrosh në shinat e trenit.
Haroldi u tmerua kur pas se shinat e trenit mbaroni në fillim të një gremine. Një gremin vërtet e thellë. Të drejtosh një tren do të thotë të jesh përgjegjës për sigurinë e pasagjerëve. Haroldi nuk e kishte menduar kur që drejtimi i trenit do të ishte një përgjegjësi kaq e madhe. Ai mendoi se do të ishte thjesht të bëjë atë që bëjnë të rriturit. Haroldi gjithmonë ndëronte të punonte në qytet si babai i tij. Në zyrën e një ndërtese vërtet të madhe. Haroldi ishte i sigurt se kjo punë do t'ishte shumë argëtuese. Sepse çdo gjë ishte aq e thjeshtë, sikur të shtypje një buton. Je voglush? Po, urdhroni, me se mund të ndihmoj? Duke filluar që nga data 4 e këtij muaji.
my computer, office and staff. I might just have the last laugh. Wait, Mr. Orwell, you're late. I have a previous date. I'll dictate a letter, tell them who's boss, give them our profit and loss, break through executive ranks. So let's make a deal and say thanks. But you mustn't go play with the buttons that say, please delete me and have a nice day. Think of man and machine and the calls you must screen. It is all work and really no play. Have a nice day. Gotta run. Nice day. What a crunch. Nice day. Let's do lunch. Alo? Të punosh në një zyrë është një punë shumë më e vështirë sa e kishte menduar Haroldi. Veç kësaj, Haroldi nuk donte të qëndronte i ngulur pas një tavoline. Haroldi donte të udhëtonte, të fluturonte për në hapësirë. Ai ndihej më i lehtë se ajri. Po ashtu edhe lapsi i tij. S'kishte asgjë që ta ndalonte Haroldin të shkonte aq larg sa donte ai të shkonte. Earth's like a bubble floating through space. I could reach out and embrace all of its rainbows and rays, but it might go pop in my face. Any trouble is so out of place in the big picture of space. I'm just the great Jupiter, Mars. We are all but what makes up the stars. Galileo would agree we have zero gravity for an energetic guy like me. I'm collecting my thought by connecting the dots. I will jot it down and send it to you. I'm a spaceman in space. Doo-doo-doo. Haroldi filloi të ndihej më i ngrohtë, shumë më i ngrohtë. Pafrohej shumë pranë diellit. Dielli ishte i rrumbullakët si një tullumbas, gjë që i dha Haroldit një ide. Udhëtimi për në hapësirë
Nuk ishte aq i thjeshtë sa kishte menduar Haroldi. Haroldi ishte gati të kthehej përsëri në tokë. Ndërsa Haroldi po i afrohej tokës, vuri re diçka të çuditshme. Anija e Haroldit po ulej shpejt. Ai gjithmonë kishte pyetur veten si do të dukej po të ishte një lojtar i vërtet bejsbolli. Tani ishte rritur për ta zbuluar këtë. Të filloj loja! Haroldi kishte 2 gjuajtje për të bërë. Ai nuk mund të lejonte që skuadra e tij të humbiste. Gjithashtu nuk mund t'i zhgënjente tifozët e tij. Haroldi fitoi gjuajtjen e parë. Pastaj edhe të dytën. Dukej sikur nuk do t'i arrinte kurrë ta realizonte të tretën. Haroldi kishte fituar lojën. Por edhe të qenit një lojtar bejsbolli kishte shumë më përgjegjësi se kishte menduar ai. Haroldi ishte ngopur së qeni i rritur. Tani edhe në kat të parë, kishte rënë qetësia. Edhe ora kishte mbetur po aty ku e kishte lënë Haroldi. Haroldi kuptoi se kishte mbetur i vogël përsëri. Kishte qenë argëtuese të jetoje si i rritur, por kishte qenë gjithashtu punë shumë e madhe. Haroldi vendosi të priste edhe pak për të bërë i rritur, edhe pse kjo do të thoshte të shkoje në shtrat më herët. Prandaj Haroldi mbylli syt dhe sapo e zuri gjumi, lapsi Leila i ra nga dora.